Një nga figurat më të spikatura dhe më të komentuara të këtij sezoni të Big Brother VIP Albania 5 është padyshim Stenaldo Mhili, 28 vjeç, banori i parë me humbjen e plotë të shikimit në historinë e formatit. Për herë të parë, një konkurrent i verbër hyn në shtëpinë më të ndjekur në vend, duke sjellë jo vetëm emocion, por dhe një perspektivë të re për dinamikat e lojës. Stenaldo, i lindur në Fier, ka përballur vështirësi të mëdha që në fillim të jetës së tij, pasi humbi shikimin që në moshën 6 mujore për shkak të një infeksioni të rëndë, dhe pa u vendosur kurrë në rolin e viktimës, ai ka ndjekur pasionet e tij me vendosmëri dhe qëndresë. Për te sfidave, ai ka dëshmuar se sjellja e mirë, edukata dhe profesionalizmi janë pjesë e pashmangshme e personalitetit të tij. Për të, jeta nuk ka qenë kurrë justifikim, por motiv për të përpjekur dhe më shumë, si në muzikë, ku ka marrë pjesë në The Voice of Albania dhe Top Fest me këngën Flas me diellin. Ashtu edhe në gazetari, ku ka punuar në Top Albania Radio dhe e ka cilësuar si një ndër periudhat më formuese të jetës së tij. Për te arritjeve profesionale, ai ka fituar respektin dhe për sjelljen e tij të qetë, të sjellshme dhe të kultivuar, duke treguar se përkushtimi dhe mirësia janë vlera që shijojnë personalitetin e vërtet, sidomos në ambiente konkurruese dhe emocionale si ai Big Brother VIP. Publiku ka vlerësuar qëndrimin e tij të balancuar, qetësinë dhe angazhimin për të përballur me çdo situatë pa humbur vlerat personale. Stenaldo ka deklaruar se hyn në këtë shtëpi për të qenë i barabartë me të tjerët, duke mos kërkuar trajtim special, por duke synuar që përmes lojës të tregojë se mospasja e shikimit nuk është pengesë për sukses dhe integrim. Deri më tani, sjellja e tij ka bërë shumë që ta shohin si një nga favoritët e këtij sezoni, jo vetëm për historinë personale, por edhe për mënyrën se sa i ndikon pozitivisht në atmosferën e shtëpisë dhe në perceptimin e publikut. Me qetësinë, edukatën dhe vendosmërinë e tij, Stenaldo pritet të jetë një nga banorët më të dashur dhe i preferuar i publikut në vazhdimin e garës. Për t'u informuar për të rejat më të fundit, mos harroni të na ndiqni.